Kim. Personazhin të cilin unë po e shoh tani është Leonard Caca, të cilin do e kemi edhe si të ftuar sot, por besoj se bashkë me të do të na bashkangjiten edhe disa personazhe të tjerë të famshëm me anë të inteligjencës artificiale, kështu që mos e humbisni. Po, Leonard, faleminderit shumë që u bashkangjiten këtë intervistë edhe në intervistën tënde të parë realisht, apo jo? Po, e vërtet, është intervista ime e parë për një televizion dhe jam shumë mirënjohës për ftesën. Po kemi dëshirë që të njohim pak më shumë, na tregon nga je. Unë vi nga qyteti Deçanit dhe jetoj aktualisht në Gjermani që 10 vite. Po, sa vjeç ke qenë kur ke shku në Gjermani? 20 vjeçar. 20 vjeçar, çka të shtyu andej? Kam shumë pjesëtar të familjes që jetojnë në shtetin Gjerman dhe ata ma bën si ftesë që të shkoj, të jetoj atje për të punuar dhe për të vazhduar jetesën në Gërbet dhe si 20 vjeçar e pranova dhe tashmë që 10 vite jetoj në Gjermani. Si ishte ambientimi në atë kohë, si 20 vjeçar, kur një pjesën më të madhe të jetës e ketu në Kosovë? Po, në fillim, viti parë ka qenë shumë i vështirë për shkak që e gjithë shoqëria dhe pjesa familjes ishte këtu, edhe ambientimi ishte shumë i vështirë, sidomos vitin e parë, por gradualisht shkova duke mësuar dhe tashmë që nuk është edhe aq e vështirë. Por prapse prapu du të marrë paktën një herë në vetë në Kosovë, sepse vendi ynë... Gati Deçanit, pa vizitu Deçanin nuk bën, apo jo? Jo, e vërtet. Çka të ka mungu në fillim më shumë ti nga Deçani? Nga Deçani, po më shumë ti familja ngusht, pastaj edhe rrethi, se në moshën 20 vjeçare jena shumë më shumë të lidhur me shoqëri. Edhe kur shkova atje nuk i kisha asnjë prej shokëve të cilët jam rritur, kam qenë në shkollë me ta. Kishte mungesa më e madhe. E po e vështirë mos me dalë dhe me pas një mik që të pret për kafe, apo jo? Po, e vërtet. Po si kanë qenë ato etapat e para të ambientimit, mbase edhe mësimi i gjuhës? Po. Në fillim, për shkak gjuhës ishte hala më e vështirë, për shkak se kur shkon një vend dhe nuk e din gjuhën, s'po di si them, si me kohë një fëmijë i vogël. Pastaj shkova në shkollim për gjuhë, 2 vite gjysmë mësova gjuhën, tani fillova me punu, e kështu me radhë. Tash jam ambientu këgjasisht shumë edhe atje. Na trego pak më shumë rreth punës tënde, me se merresh? Gjatë ditës merrem me një punë si handwerk, e thonë atje, si punëtor. Kurse kam edhe një punë të dytë e cilën merrem me inteligjencën artificiale. Me video reklama, me filmat e vizatimuar, e kështu me radhë. Në social media, si në TikTok, YouTube, edhe në Instagram gjithashtu. Edhe ne të kemi pa goxha në për jetës sociale, po për pak do të kalojmë edhe aty. Po na fol fillimisht më shumë rreth inteligjencës artificiale, edhe si është tani më të punosh me të në një epokë që po kërkohet çdo ditë më shumë. Po, shumë e vërtet. Inteligjenca artificiale ka fillu mbase që 3-4 vite, ma shumë të përdoret në internet, por gradualisht çdo vit është duke përmirësuar edhe më shumë. Kështu që tash në vitin 2025 dhe tash në vitin 2026 është bërë pothuajse edhe pjesë e pandashme e jetës, edhe si për biznese, edhe për persona privat. Çdo ditë më shumë përdoret edhe është duke lehtësu, unë mendoj që është duke lehtësu shumë punën e njerëzve që mirën me teknologji, me ndërtim, realisht me gjithçka. Por ka edhe ato të mjetat e veta, të cilat normal duhet edhe mi përmendë dhe besoj që e din shumica cilat janë, privatësia, të fëmijët për përdoret pak si shumë inteligjencë artificiale për të kopjuar mësimet, ajo kjo, po
megjithatë është e domosdoshme që të përdoret. Duhet realisht të mësuemi që të gjithë sa të pak të punojmë me të, se unë besoj që është e ardhmja. Po për ata njerëz, ne tani të gjithë po e kuptojmë pak a shumë se çka është inteligjenca artificiale, po çka është diçka që mbase njerëzit nuk e kanë shumë të qartë për të, ose një gabim më i madh që ata e bëjnë. Unë mendoj që realisht pjesa e njerëzve që janë pak më të moshuar ende nuk besojnë në inteligjencën artificiale dhe mendojnë që është, si ta them, që është një rren ose që nuk është, që s'duhet të jetë pjesë e jetës përditshme. Por rinia, unë me sa kom pa edhe në rrjetet sociale, edhe kështu në jetë përditshme, rinia e ka kuptuar që inteligjenca artificiale është e ardhmja edhe jam të përdorur shumë. Unë një edhe të rinj atje që përdorin edhe si në fakultet, si në jetë përditshme, për çdo pyetje, për çdo se është lehtësim. Si ta themi, para disa vite, nëse ke kërku diçka në internet, tu ka dasht orë të tëra me gjetë vetë, dhe sa tash e bën me një pyetje të vetme dhe inteligjenca artificiale ta gjen brenda 10 sekondave. A mendon se do na zëvendësoj? Si ekspert i fushës gjithmonë po të drejtohem. Jo, unë nuk mendoj që inteligjenca do të zëvendësoj siç pretendojnë shumë, do ta zëvendësoj njerëzimin, do të zëvendësoj të gjitha punët. Është e vërtetë që inteligjenca artificiale ka zëvendësuar disa punë në firma të mëdha, tash disa punë që kanë bërë përpara njerëzit i bojnë kompjuterët, por edhe ka edhe punë të tjera që nuk janë të pazëvendësueshme, por duhet të përdoret inteligjenca artificiale për të përshpejtuar ato punë. Ka shumë firma që përpara kanë pas me pak punëtor, për tash kanë shumë më shumë punëtor për shkak të rritjes kërkesës, për shkak të shpejtësisë së punës me inteligjencë artificiale. Nëse diçka përpara të kanë vyft 3, 4 deri në 5 ditë për ta bërë manualisht me kompjuter, tash mund ta bësh brenda disa ora, edhe për këtë arsye të vyjnë edhe disa punë të tjera që ta bëjnë këtë hala më shumë dhe të ketë hala më shumë shitje varet prej lamisë së punës. Ne këtë takim tonin e kemi lënë që një kohë relativisht të gjatë, do thoja, sepse të kemi parë në rrjetet sociale me këtë lloj trendi, po e quaj, ku mund me anë të AI-t mund ta kthesh veten në një person tjetër, qoftë të famshëm apo kushdo qoftë, me anë të një fotoje, apo jo? Po, inteligjenca artificiale ka arritur aq shumë në vitet e fundit sa që mund ta zëvendësosh edhe pamjen tënde, karakterin tënd me një personazh krejt tjetër. Gjithashtu mund ta ndryshosh edhe zërin edhe të gjitha, por në këtë pjesë duhet të kemi edhe kujdes sepse mund të ka njerëz që mund ta keq përdorin për qëllime të ndryshme, edhe por është realizueshme. Këtë kam bërë edhe në TikTok edhe e kam pas shumë reagime për njerëzve se qysh, pse, si është e mundur, por me inteligjencë artificiale kohët e sot është pothuajse gjithçka e mundur. Po cili është opinioni yt mbi këto videot, ta zëm se dikush po akuzon dikë për ndonjë gjë edhe po thonë jo është me inteligjencë artificiale. Si mundemi me dallu një video për gjithë ata që nuk janë shumë të informuar në këtë fushë? Po. Në fillim të inteligjenca artificiale para 2-3 vite pothuajse i kanë vrejtë të gjithë që është me inteligjencë artificiale për shkak të kualitetit të dobë. Por sot është aq i lartë kualiteti sa që shumica nuk e vrejnë që është video modifikuar me inteligjencë artificiale, sidomos moshat pak më të vjetra. Rinia deri diku pe kuptojnë, amo nëse është e punuar aq mirë nuk mund as të vrehet. Por gjithmonë mund t'i vrejmë në lëvizje të trupit, në lëvizje të syve, mimika, lëvizje të shpejta, nëse e shiqojmë me kujdes, vreje që është inteligjencë artificiale. Sepse mendoj që është edhe për inteligjencë, për programe, është e krijuar asisoj që të mos jetë 100% reale për arsye që të mos keq përdoret personazhi dikuj ose të mos krijohen polemika të ndryshme për diçka që nuk ekziston.
Ti ke video të ndryshme si persona të ndryshëm të famshëm, këngëtare, politikane, e të tjerë. Si ka qenë reagimi i publikut kur i ka parë këto video? Po në fillim e kum bu realisht veç për fani edhe kum postu edhe pova që publikut po i pëlqen ky ndryshim edhe e shija në komente edhe në shkrime, kështu që më shkruajmë personalisht se si është e mundër, me çfarë programi e bën, si arrihet të bëhet kjo. Kum pas shumë pyetje, po normal edhe ju kum tregu shumicës, edhe kum vazhdu tani me postu prap. Vazhdimisht personat ndryshëm, karaktere ndryshme të showbizit shqiptar, por e kum pa që të shqiptarit është një farë, si me thonë, një farë kurreshtje shumë e madhe si mund të realizohet diçka e tillë. Cilat janë komentet më të shpeshta që i ke marrë? Si qoftë negative apo pozitive? Negative s'është që kom marrë dhe shumë, por pozitive bëje një personazh tjetër, bëje këtë personazh, bëje atë, a mund të më bësh mua? Okej. Mua s'mundesh me mbojë si pyetje ndryshme. A ke marrë në base ndonjë reagim nga një këngëtar të cilin e ke realizuar me AI? Po, kom marrë në privat, kom marrë reagime të dy këngëtarëve që në kohën është shumë, si të them, të befasuar se si mund të arrihet kjo. Por me pas bisedës me ta, nuk është që më konë edhe, si që më thonë, nervoz pse i kom bo, po veç ju kanë interesu si është arreqme edhe i më rënë pejtim që s'do t'a bëj me vazhdimisht për arsye që... Po kush kanë qenë këto s'pëtë? Ja, me emra nuk mëj, si ju kom premtu që s'do të regaj emrat e tyre. Jo, po na lënë kështu të në kurreshtje. Po, është... Në ku inicialet? Muna me thonë me te. Me të? Tajna, sigur. Nuk... E kam pa që e ke bërë një video me tajnën, kush tjetër mundet me qenë, se s'kena shumë që filloj me të. Unë e zbulova për publikun, po m'duket, po i premtojmë tajnës që nuk ma ke tregu. Nëse është e vërtetë është poja. Unë nuk kom tregu këtë gjohë. Me që ti e i Zotit të transformohesh, kështu po themi, po kam dëshirë që para meja me pas Butrin Timerin. Butrin të nëse bën edhe një loj, a mundush më tregu? I poj pjallë? Po nëse bëj të tregoj, nashta vitin tjetër. Ta ndryshojmë pak me gjendësilen. Okej. Sa interesant, po më duket me i bo krejt personazhet në studio, kështu të kur nuk binë. S'ki një boj mi thirë një. Po kalojmë edhe të ndonjë figurë politike, kështot. Albin Kurtin. Po, më në më dhe Albinin me bo. Okej. Albin, çka kime na thonë? Kur që veç. Prapë zgjedhje. Shpresoj që nuk kam na shkruaj dhe neve dikush jo pse na prodhet studio me AI apo diçka, po tash e dim numrin që duhemi me thirr kur na duhet dikush. Po patjetër, nuk besoj që ka mu lajmëru dikush për këtë arsye, se e cekim aty që është me inteligjencë artificiale, nuk është origjinale, nashta nuk ne të problem. Unë të falenderoj shumë për kohën edhe për vizitën tënde këtu në studion tonë. S'ka gjohë, edhe unë i falenderoj shumë për ftesën edhe për këtë intervistë shumë të mirë. E kështu